Jo, e kom cek edhe me disa intervista tjera, që nëse dënë me e fitu një festival, dush me marrë pjesë konstant. Edhe unë jam një nga ato artiste që e bëj kur ta ndjej, e bëj kur kam ide, se unë shkoj me ide të mija të plota dhe të kompozitorët edhe për tek shkruesit krejt gati, qështu e du me rritëm e me krejt, ju jap ata thjesht kanë me punu. Do më thonë, unë qështu funksionaj. Në momentin që nuk më vjen që e drita gjelbërt, besoj shumë një intuitën teme që nuk është momenti i dur me marrë pjesë. Unë ku kom marrë pjesë në Këngën Magjike në 2022-ën, edhe pse kom marrë venin e 8, jëm lërsu maksimalisht, edhe prej publikut, prej medjave, kështu më kanë konsideru për 3 venet e para, dhe mu që ajo mjaftën, do më thonë, mu përfol kudo edhe me u vlerësu prej publikut gjërë. E pastaj ku mora pjesë në pas 2 vitesh në festivalin e RTS-s, prap u vlerësova, u përfola për 3 vendet e para, pastaj që ndodha të sështë pune jam, jo është edhe çështje relative.